A e dini që dizajnin e një prej frigoriferëve më të famshëm dhe më ikonik të globit, smegun e rumbullakuar dhe dizenjuar e ka bërë një shqiptar. Jam me Klodin që mund të tregoj shkurt historinë dhe t'ju flasim pas për të. Klodi, është e vërtet që këtë dizajn e ka bërë një shqiptar? Bujar Taga është një shqiptar emigrant që në 89-ën, 90-ën në Itali. Dhe sa filloi punë direkte me smegun, në 95-ën ka krijuar këtë linjën këtu që ja ku është dhe dizajni i Bujar Tagës vet i përgatitur për smegun, pra mënyra kur e ka dizenjuar. Po ndërkohë Smegu kishte filluar me këtë serinë. Smegu ka qenë kjo që është krijuar në 85-ën dhe kemi prezente për filmat e Hollywoodit, le të themi këtë ashtu. Na këtu kemi kaluar në një përdorim, le të themi. Dhe ky që dizajni i Bujar Tagës nga Shqipëria. Ky është me flamurin britanik, është seri limituar, shi sa interesant. Ky është me jeans, po ky çfarë seri është? Ky është denim që është me jeansin diesel, me dieselin. Është i veshur me jeans. Ky është kryevepër. Ky është frigorifer që shkruan, i lë porosit gruas, ose ti lë ty gruaja, po unë po shkruaj emrin e opinionit. Një kuzhinë të thjeshtë, vetëm me një element frigoriferi si ky, mund t'i ndryshojmë, le të themi, komplet konceptin e dizajnit. Ka që famshëm Smegu? Smegu është i famshëm se është italian. Edhe është italian, prodhohet i gjithë në Itali? Italian 100%, është njëna vetëm të markat që akoma sot kanë ngel 100% autoktone italiane. Dhe Smeg, le themi, mban flamurin e lartë të dizajnit të teknologjisë të Italisë. Nuk është vetëm frigorifer, është dhe një vepër arti që e keni, dhe vepër arti ku ka vënë dorë dhe një shqiptar, një emigrant shqiptar, janë të papar shqiptarët kudo që shkojnë. Klod, faleminderit.